ke ftohtë? Nuk kam ftohtë. Po dridhesh nga të ftohtit. Na mere vishe këta. Mos e qaj kokën tënde për mua. Ti shikoje vetën tënde. Po së mundem të injoroj dikë që po dridhen nga i ftohti. Mere, dhe mos më fol për deshe, por vishe këta. Të thash që nuk e dua? A do më detyrosh? Nuk e dua! Po mirë. Ti e din vetë. Çfarë je duke bërë ti? Po admiroj yjet. Shiko për fat të mirë s'pas kasre. Ja e atje është ylli polar. Po, e pash. Ja, shikon dhe e atje një yll i zemëruar dhe i hidhur. Do shta i njeh kush është. Shiko? Pas ka dhe një yll tjetër atje. Ashtu i pa mëshirshëm dhe pa emocione. Duket njësoj si ti. A e she? Jo, mendoj se është shumë i lezetshëm. Si pas me është mendje madh. Ja shiko, ja edhe një tjetër. Shi si bon në dër, nuk hesh kur. Për mua e ke fjalën. Po e vërtet për ty. Çfarë po bën re? Largo! Çfarë ke më Aslı? Pse je e zemëruar? Unë ty, a nuk të thash të rrish larg meje? Pse po më afrohesh drejt në fytyrë? Hiq ma këtë gjaketën tënde? E po mirë mëngjesi dhe ti, zonja Nevrike. Kemi ngesur në një vrim të vogël në mes të pyllit, kisha ftohtë. Dhe prandaj tu afrova, ç'të keq që kam bërë. Hajde më thuaj. Mirë, na pas ke shpjegim për gjithçka. Pastroje një herë fytyrën tënde ti. Ku? Në këtë anë? Nga ana tjetër. Ore, unë të tregova mirë me gisht aty. Në balle kam ende. Kam prap? Me qëllim po e bën, apo jo? As mund të rrish vetëm pak serioz? Është shumë e vështirë për moment. Ufja! Duhet të gjejmë ndonjë rrugë dalje ne, të dalim nga këtu. Ja. Edhe nëna ime do e shqetësuar shumë. Edhe ashtu sa u shërua gruaja? Mos u shqetëso, se kam për nëna gjetur. Ç'ishte ajo? Prit veç pak. Ma mbaj këtë? Oh, djalosh, sa mirë. Zot, që shpëtuam. Djali, a shkon e thirr do kënd me njerë? Mirë, Xhaxhi, do shkoj me një herë. Shpëtuam? Aslı! Ku je bia ime? Ozan! Ozan! Aslı! Uroj të kenë ngrënë ujqërit, Ozan. Ose ti është bashkangjitur babait tënd të dashur. Xhaxhi, po kërkoni vajzën dhe djalin që humbën, apo? Po? Unë i gjeta ato. Ku ashtu? Kishin rënë në një grop, jam mu atje. Mirë, hajde. Hajde dhe më trego. Më trego se ku jam. Ja.
Në fakt s'dua të fjalosemi. Por po nuk e thash do më mbetët në fytyrë. Ti e fto vetëm për shkak të Berçinit. Është e padrejtë të më kritikosh që nuk e dua Berçinin, por je duke e parë vetëm në këndvështrimin e saj. Dhe prandaj nuk e kupton se si shoh gjërat unë. Ndoshta ty nuk mund të kuptoj si ndjesh, por Berçinin po e kuptoj shumë mirë. Por ndoshta mua më pëlqen dikush tjetër. Pas e kam ëndrat e mia për ndonjë vajzë tjetër. Si? Dikush që s'është rritur me lugë argjendi për shembull. Dikush që s'është ajllasuar. Dikush që di të luftojmë për mbijetesë. Do një vajzë ndershme, kokfort. E do edhe të jetë nevrike, më dje. A nuk ka rëndësi se si ndihem unë. Aslo unë s'jam... Nuk jam aq i pamëshirshëm, se sa ti e mendon. Thjesht nuk mundem që t'i shpreh ndjenjat e mia hapur si të tjerët. I mbyll në veten time. Ozan, përse po mi tregon tani këto gjëra ti? Ku janë? Ja këtu. Asla. Unë kam shumë kohë që kam dashur që... E Rini, si po ja dini? Mirë, mirë. Shpëtuam, falë Zotit. Na friksua ta shumë. Por më në fund ju gjetëm. Kemi që dje që ju kërkojmë. Si jeni ju dy? Mos jeni lënduar? Mimtaz, boll na bezdisë ose na nxirr prej këtu ose telefonon dikë. S'më pas ka gënjër instikti. E kisha një parandjenjë që do ishit këndej. Prandryshe, do ishte vështirë. Do ju kishim gjetur. Mimtaz, a e din që kemi ngecur këtu që dje? Jemi të uritur, të lodhur dhe të acaruar. Ose na nxirr jashtë ose telefonon dikë tjetër. Në rregull Ozan. Boll fole. Ere tani më ndihmo ta nxjerr vajzën. E jasle. Hajde, Asla. Në rregull. E jabi. A je mirë? Mirë jam. Faleminderit. A je i sigurt që më nxjerr dot, nëse jo merr dikë më të ri. Mjaft, fole ka që shumë Ozan, shtrëngo tani. Hajde. A jeni mirë? Më duket se ndrydha krahun. Nuk është ndrydhje, po të ishe s'do mundesh të rinë. Ora prit se s'po mundem. Mos u shqetëso do për kujdesin mjekët. Të faleminderit shumë. Hajde, mamo.